në një vilë luksoze në një nga lagjet e pasura të Tiranës, ndërsa djali milioner Artani beson në harmoni e ëma drita po shtërohet në heshtje. Pas disa shkelmave, një klithme e papritur nga brenda bagazhit thyen vite të tëra në nshtrimi. Dhe ajo që Artani dëshmon do të ndryshonte gjithçka për gjithmonë. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni, vazhdojmë. Ju premtoj se kjo do të jetë historia më e mirë që do të dëgjoni në jetën tuaj. Shtëpia ngrijej madhështore në rrugën e Manjolave, një nga më elegantet e lagjes Bloku në Tiranë. Muret e saj të larta, të veshura me gur të importuar që reflektonin dritën e diellit në nuanca të arta, dhe portat e hekurit të punuar me detaje bronzi, nuk mbronin vetëm pronën, por edhe sekretet që fshieshin pas asaj fasade të patëmel. Kopshti mirëmbahej me përpikëri nga një kopshtar profesionist që vinte 2 herë në javë, me trëndafila që lulëzonin në tone të kuqe intensive dhe të bardhë të pastër. Brenda atyre mureve, megjithatë, realiteti ishte shumë ndryshe nga sa dukej. Kishte një tension të vazhdueshëm në ajër, një heshtje të rëndë që rrinte pezull mbi dhomat e gjera dhe luksoze. Mobiljet ishin me shije të hollë, të zgjedhura me kujdes nga një dekoratore me nam. Perdet e mëndafshta lëkundeshin lehtë nga fladi që hynte nga dritaret gjatë ditës. Gjithçka dukej të ishte në rregull të përsosur. Por kishte diçka që nuk shkonte, diçka që nuk mund të shihej me sy të lirë, por që ndjehej në atmosferën e ngarkuar të asaj shtëpie. Nëna Tefta jetonte aty prej gati 3 vitesh. Ajo kishte mbërritur në atë shtëpi me zemrën plot shpresë, duke mbajtur me vete vetëm një valixhe të vogël me rrobat e saj më të thjeshta dhe disa fotografi të vjetra. Në moshën 68 vjeçare, trupi i saj tashmë tregonte shenjat e kohës. Flokët e bardhë ishin gjithmonë të mbledhur në një topuz të thjeshtë, duart i kishte të shënuara nga damar të dalë dhe lëkura e hollë zbulonte çdo lëvizje të eshtrave të brish. Sytë e saj ngjyrë kafe, megjithatë, ruanin ende një shkëndi jete, një kujtim të kohërave më të lumtura. Ajo nuk ishte një grua me shumë fjalë, por mbante brenda vetes një histori sakrificash dhe dashurie të pakushtëzuar. Tefta e kishte rritur djalin e saj e vetme. Burri i saj, një njeri punëtor dhe i ndershëm, ishte ndarë nga jeta shumë herët, duke e lënë atë me një fëmijë të vogël dhe një mal me fatura për të paguar. Ajo nuk pati kohë për të vajtuar. Punoi si robaqepse, si larse robash, si kuzhiniere, çdo gjë që mund t'i siguronte jetesën djalit. Zgjohej para se të linte dielli dhe pushonte vetëm kur nata ishte thelluar. Duart e saj të kallojzuara qepnin fustane për festa ku ajo kur nuk do të merrte pjesë, lanin rroba të familjeve që ajo kur nuk do t'i njihte. Por asgjë nga këto nuk kishte rëndësi. Gjithçka që ajo donte ishte të shihte djalin e saj të rritej, të studionte, të kishte mundësitë që ajo kur nuk i pati. Në ditët më të vështira, kur parat mezi dilnin për qiran dhe ushimin, Tefta shiste ëmbëlsira në pazar të dielave. Sheqerpare, revani, hallë, të gjitha të bëra me duart e saj në orët e vona të natës së shtunë. Ardiani, ende fëmijë, e ndihmonte të paketonte çdo ëmbëlsirë në letër me ngjyra, krenar që mund të kontribuonte në një farë mënyre. E ëma i thoshte gjithmonë se ato momente së bashku vlenin më shumë se çdo para në bollë. Ajo kur nuk ankohej për jetën e vështirë, kur nuk shfaqte pendes. Përkundrazi, gjithmonë i buzëqeshte djalit dhe i thoshte se ata ishin një ekip, se së bashku mund të kalonin çdo pengesë. Tefta i mësonte vlerat djalit përmes shembullit. Ndershmërinë, punën, respektin, për ulësinë. I thoshte se pasuria e vërtet nuk qëndronte në gjërat materiale, por në karakterin e një njeriu. Ardiani thithte çdo mësim si një sfungjer, duke vëzhguar vendosmërinë e nënës së tij, forcën e saj përballë vështirësive, aftësinë e saj për të gjetur gëzim edhe në situatat më të vështira. Ai i betohej vetes çdo natë para se të flinte, se një ditë do t'i jepte nënës së tij gjithçka që ajo meritonte. Një shtëpi të rehatshme, siguri financiare, pushim të merituar pas kaq shumë vitesh lufte. Kjo ëndër e shtynte në studime, në zgjedhje, në çdo hap që hidhte drejt së ardhmes. Dhe Ardiani u rrit. U rrit i fort, i vendosur, me të njëjtin vullnet që kishte parë te nëna e tij gjatë gjithë fëmijërisë. Ai studioi në shkolla publike, por gjithmonë ishte më i miri i klasës. Fitoi çmime, njohje, bursa studimi. Tefta ruante çdo certifikat, çdo medalje, sikur të ishin thesare të paçmueshme. Kur Ardiani hyri në universitet për të studiuar administrim biznesi, ajo qau nga gëzimi.
Kur ai gjeti punën e tij të parë në një kompani multinacionale, ajo ndjeu se të gjitha ato vite lufte më në fund ja kishin vlerëtur. Ardiani u ngjit shpejt në karrierë. Ishte inteligjent, ambicios, e dinte saktësisht se çfarë donte. Brenda pak vitesh u bë menaxher, pastaj drejtor, derisa më në fund hapi kompaninë e tij të konsulencës biznesi. Suksesi erdhi shpejt dhe intensivisht. Kontrata milionëshe, udhëtime ndërkombëtare, njohje në treg. Ai bleu shtëpinë e ëndrave, makina të importuara, gjithçka që kishte dëshiruar gjithmonë t'i ofronte vetes dhe nënës që ishte sakrifikuar aq shumë për të. Ishte në këtë kohë që Ardiani njohu Valbonën. Ajo punonte si specialiste e marrëdhënieve me publikun në një nga kompanitë kliente të konsulencës së tij. Ishte një grua mahnitse, me flokë të gjatë dhe të drejtë, gjithmonë e veshur në mënyrë të patëmet me rroba firmato. Kishte një buzëqeshje magjepsëse dhe dinte saktësisht si të sillej në evente sociale. Ardiani mbeti i magjepsur. Valbona dukej të ishte shoqëruesja e përsosur për dikë në pozitën e tij. Elegante, e artikuluar, ambicioze. Ata filluan të dilnin dhe, në më pak se një vit, u martuan në një ceremoni luksoze që zuri faqet e revistave të shoqërisë. Kur Ardiani ftoi nënën e tij të jetonte me ta në shtëpinë e re, Tefta hezitoi. Ajo e kishte kaluar gjithë jetën në shtëpizën e saj të thjeshtë në kombinat, ku i nite të gjithë fqinjet dhe ndihej si në shtëpinë e saj. Por i biri këmbënguli. Tha se donte të kujdesej për të, t'ia shpërblente gjithçka që ajo kishte bërë. Tha se kishte hapësirë të mjaftueshme, se ajo do të kishte rehati, se nuk do të duhej të shqetësohej më për asgjë. Tefta, duke parë shkëlqimin e lumturisë në sytë e djalit, pranoi. Në fillim, gjithçka dukej mirë. Valbona e priste vjerën me buzëqeshje të sjellshme, i tregonte shtëpinë, i tregonte ku ishin gjërat e saj. Teftës i dhan një dhomë të gjerë në katin e dytë, me pamje nga kopshti. Ishte një luks që ajo kur nuk e kishte imagjinuar se do ta kishte. Por që nga dita e parë, ajo vuri re diçka në shikimin e nusës së saj. Ishte diçka delikate, pothuajse e padukshme, por ishte aty. Një ftohtësi, një distancë, diçka që nuk mund të emërtohej por që ndihej. Me kalimin e muajve, Ardiani bëhej gjithnjë e më i zënë. Kompania rritej në mënyrë eksponenciale dhe atij i duhej të udhëtonte vazhdimisht. Kalonte javë të tëra jashtë, duke mbyllur kontrata në qytete të tjera, ndonjëherë në vende të tjera. Kur ishte në Tiranë, dilte herët në mëngjes dhe kthehej vonë në mbrëmje, tepër i lodhur për të vënë re ndryshimet delikate që ndodhnin në shtëpinë e tij. Ishte atëherë që Valbona filloi të tregonte fytyrën e saj të vërtetë. Në fillim, ishin vetëm komente në dukje të pafajshme. Nëna Tefta, a mund ta rregulloni dhomën e ndenjes? Pastruesja nuk vjen sot. Ose, çfarë rrobash janë këto? Ju tani jetoni në një shtëpi elegante, duhet të visheni më mirë. Tefta pranonte gjithçka pa u ankuar. Nuk donte të ishte një barr, nuk donte të shkaktonte probleme. Në fund të fundit, ajo ishte shtëpia e djalit të saj, gruaja e tij meritonte respekt. Por komentet u bën më të shpeshta dhe më therse. Valbona filloi të kërkonte që Tefta të bënte punë të vogla nëpër shtëpi. Të paloste rrobat, të organizonte dollapët, të pastronte kuzhinën pas darkës. Në fillim, Tefta nuk shihte ndonjë problem në këtë. Gjithmonë kishte qenë një grua aktive, nuk i pëlqente të rinte pa punë. Por kishte diçka në mënyrën se si Valbona jepte urdhra. Nuk ishte një kërkesë, ishte një imponim. Dhe gjithmonë shoqërohej me një shikim superioriteti, sikur po i bënte një nder duke e lejuar vjerën të ndihej e dobishme. Pastrueset filluan ta vinin re. Mira, e cila punonte në shtëpi prej 2 vitesh, shite gjithçka por nuk dinte çfarë të bënte. Ajo e kuptoi kur Valbona filloi ta trajtonte nëna Teftën jo si nënën e pronarit, por si një punonjëse tjetër. Më keq, si dikë të një kategorie më të ulët. Mira u përpoq të fliste me Teftën një herë, i ofroi ndihmë, por plaka vetëm buzëqeshi me trishtim dhe tha se gjithçka ishte në rregull. Nuk donte të krijonte telashe. Nuk donte që asgjë të arrinte në veshët e Ardianit dhe ta shqetësonte atë. Valbona e zbuloi shpejt se kishte pushtet të plot mbi vjerën e saj. Ardiani i besonte plotësisht. Besonte se gruaja e tij kujdesej mirë për nënën e tij, se të dyja shkonin mirë. Në fund të fundit, sa herë që ai kthehej në shtëpi, gjithçka dukej të ishte në harmoni të përsosur. Valbona dinte si të aktronte.
Përpara burrit ishte nusja e vëmendshme, e shqetësuar, e dashur. I ofronte çaj vjerës, e pyeste nëse ishte mirë, komentonte se sa mirë ishte që nëna Tefta jetonte me ta. Por kur Ardiani largohej, maska binte. Valbona kthehej të ishte ajo që ishte në të vërtetë. Një grua plot hidhërim, zili dhe nevojë për kontroll. Asaj kur nuk i kishte pëlqyer ideja që vjera të jetonte aty. Për të, nëna Tefta përfaqësonte të kaluarën e përulur të burrit të saj, një të kaluar që Valbona preferonte ta harronte. Ajo donte që Ardiani të shihej vetëm si biznesmeni i suksesshëm, jo si djali i rrobaqepse së varfër nga kombinati. Prania e Teftës ishte një kujtesë e vazhdueshme e një origjine që Valbona e konsideronte të turpshme. Dhe kishte më shumë. Valbona ishte rritur në një familje të shtresës së mesme, por gjithmonë e kishte konsideruar veten se meritonte më shumë. U martua me Ardianin jo vetëm për dashuri, por për jetën që ai mund t'i ofronte. Tani që kishte gjithçka që kishte dashur gjithmonë, shtëpinë luksoze, statusin shoqëror, rrobat e shtrenjta, ajo nuk e duronte dot idenë e ndarjes së asaj hapësire me dikë që, në vizionin e saj të shtrembëruar, nuk e meritonte të ishte aty. Për të, nëna Tefta ishte një ndërhyrëse, dikush që zinte vend në shtëpinë e saj të përsosur. Punët e imponuara të moshuarës u bën gjithnjë e më të rënda. Valbona filloi ta zgjonte herët para se të linte dielli që ajo të përgatiste mëngjesin. Tefta ngrihej me vështirësi, me trupin e dhembur, kyçet që ankoheshin për çdo lëvizje. Zbriste shkallët ngadalë duke u mbajtur pas parmakut dhe shkonte në kuzhinë për të përgatitur gjithçka siç kërkonte nusja. Fruta të prera në një formë të caktuar, bukë të ngrohur në temperaturën e saktë, lëngje të shtrydhura në moment. Nëse diçka nuk ishte perfekte, Valbona ankohej me përbuzje. Nuk është e mundur që ju nuk mund të bëni as këtë siç duhet. Pas mëngjesit vinin urdhra të tjerë. Të uiste bimët në kopsht, edhe në diellin e fortë të mesditës. Të organizonte dollapët e Valbonës duke palosur dhe shpalosur rroba derisa të ishin ashtu siç donte ajo. Të pastronte këpucët e shtrenjta që nusja përdorte, një nga një, derisa të shkëlqenin. Tefta bënte gjithçka në heshtje, me duart që i dridheshin nga lodhja, me djersën që i rrihte në ball. Fqinjet filluan të vinin re. Shtëpia ngjitur ishte e Zotit Kujtim dhe zonjës Liria, një çift pensionistësh që jetonin në lagje prej më shumë se 20 vitesh. Ata i njihnin të gjitha familjet e rrugës, dinin dramat dhe gëzimet e secilës. Zonja Liria ishte e para që e kuptoi se diçka nuk shkonte. Ajo e shite nëna Teftën në kopsht, gjithmonë vetëm, duke kryer punë që dukeshin tepër të rënda për moshën e saj. Shite gjithashtu Valbonën që vëzhgonte nga dritarja, me krahët e kryqëzuar, me një shprehje të ashpër në fytyrë. Një ditë, zonja Liria i komentoi burrit të saj. Kujtim, ka diçka të çuditshme që ndodh në shtëpinë e gjonëve. Ajo vajza nuk e trajton mirë vjerën e saj. E ke vënë re? Zoti Kujtim, një burr me pak fjalë por me shumë mençuri, vetëm tundi kokën. Më mirë të mos përzihemi, Liri. Jam probleme familjare. Por zonja Liria nuk mund ta hiqte nga mendja. Kishte diçka në mënyrën se si nëna Tefta lëvizte, e kërrusur, e nxituar, gjithmonë me frikë, që e shqetësonte thellësisht. Tefta, nga ana e saj, vazhdonte të heshte. Nuk ankohej, nuk kërkonte ndihmë, nuk i tregonte askujt se çfarë po ndodhte. Çdo natë, para se të flinte, ajo shikonte fotografinë që mbante në komodinën pranë krevatit. Ishte një foto e vjetër, e saj me Ardianin ende fëmijë, të dy duke buzëqeshur përpara shtëpisë së thjeshtë ku jetonin. Ajo prekte xhamin me gishta të dridhur dhe përshpëriste një lutje të heshtur. Kërkonte forca për të vazhduar, për të mos qenë një barr, për të mos zhgënjur djalin që e donte aq shumë. Por në thellësi të zemrës së saj, filloi të rritej një ndjenjë që ajo përpiqej ta injoronte. Ishte frika. Frika nga Valbona, frika nga ajo që do të vinte më pas, frika se ajo situatë nuk do të ndryshonte kurrë. Dhe bashkë me frikën, kishte një trishtim të thellë, një dhimbje që shkonte përtej trupit të lodhur. Ishte dhimbja e të ndjerit e padukshme, e të kuptuarit se prania e saj bezdiste, e të kuptuarit se në atë shtëpi ku duhej të ishte e mirëpritur, ajo ishte vetëm e toleruar. Ardiani vazhdonte të ishte i pavetëdijshëm për gjithçka. Në momentet e ralla kur ishte në shtëpi, ai fliste shkurtimisht me nënën e tij, e pyeste nëse ishte mirë, nëse kishte nevojë për diçka. Tefta gjithmonë buzëqeshte dhe thoshte se gjithçka ishte në rregull.
Nuk donte ta shqetësonte, nuk donte t'ia hiqte fokusin nga puna që kishte arritur me aq mund. Ai meritonte të ishte i lumtur, meritonte të kishte sukses. Nëse ajo duhej të vuante në heshtje që kjo të ndodhte, atëherë le të ishte ashtu. Valbona e kuptonte në mënyrë të përsosur lojën që po luante. E dinte se Tefta kur nuk do t'i tregonte asgjë djalit. E dinte se plaka do të bënte çdo gjë për të mos shkaktuar probleme. Dhe kjo e bënte atë edhe më mizore. Sa më shumë Tefta heshte, aq më shumë Valbona përparonte. Ishte sikur heshtja e vjerës ishte një ftesë që ajo të shkonte edhe më tej, të testonte kufitë e asaj në nshtrimi. Një pasdite të enjte, dita ishte veçanërisht e nxehtë. Dielli i verës e ndëshkonte Tiranën me një intensitet mbytës. Valbona po priste disa shoqe për një çaj pasditeje në verandë. Gra elegante si ajo, gjithmonë të veshura në mënyrë të patëmet, gjithmonë me diçka për të komentuar për jetën e të tjerëve. Ato qeshnin me zë të lartë, pinin verë të bardhë të ftohtë, hanin sanduiç të vegjël dhe ëmbëlsira të holla që ishin porositur nga një pastiçeri e shtrenjtë. Valbona thiri Teftën. Nëna Tefta, eja këtu. Urdhri erdhi i thatë, autoritar. Tefta u shfaq duke fshirë duart në përparsen që përdorte. Po. Valbona as nuk e shikoi drejt për drejt. Sill më shumë akull dhe rimbushe pijet. Dhe bëje shpejt, shoqet e mia po presin. Tefta shkoi në kuzhinë, mori kovën me akull dhe shishet. Duart i dridheshin paksa duke mbajtur peshën. Kur u kthye në verandë, u pengua lehtë në shkallë dhe disa kube akulli ranë në dy sheme. Shoqet e Valbonës qeshën me zë të ulët. Njëra prej tyre komentoi: "Wow, Valbona, pastruesja jote është goxha e moshuar." Valbona buzëqeshi me përbuzje. "Nuk është pastruesja. Është vjehra ime." Zbulimi shkaktoi një heshtje të sikletshme. Gratë u panë me njëra tjetrën, pa ditur çfarë të thoshin. Tefta ndjeu fytyrën t'i digjej nga turpi. U përkul për të marrë kubet e akullit nga dy shemeja, por njëra nga gratë, duke parë skenën, u ngrit dhe e ndihmoi. "Lëreni t'i marr unë, zonjë." Mirësjellja e asaj të huaj e bëri që sytë e Teftës të digjnin nga lotët që ajo i shtypi shpejt. Valbona, e irrituar nga ndërhyrja, e largoi vjehrën me një gest dore. "Mund të shkosh." Më vonë, kur shoqet u larguan, njëra prej tyre guxoi ta pyeste Valbonën rrugës për te porta: "A e trajton gjithmonë vjehrën tënde në atë mënyrë?" Valbona ngriti supet. Asaj i pëlqen të ndihet e dobishme. "Dhe përveç kësaj, nuk është puna jote." Ftohtësia e përgjigjes e heshti gruan, e cila u largua me një ndjenjë të pakëndshme në gjoks. Atë natë, Tefta nuk mundi të flinte. E shtrirë në krevat, në errësirën e dhomës që duhej të ishte streha e saj, ajo e gjeti veten duke pyetur për herë të parë nëse kishte bërë zgjedhjen e duhur duke pranuar të jetonte aty. A do të ishte më mirë të kishte qëndruar në shtëpizën e saj të thjeshtë? Atje ishte e varfër, por ishte e lirë. Atje kishte dinjitet. Por pastaj mendonte për djalin, për sa shumë kishte këmbëngulur ai, për sa e rëndësishme dukej për të që ta kishte pranë. Dhe kjo e bënte të gëlltiste lotët dhe të përpiqej të flinte. Në anën tjetër të murit, në dhomën kryesore, Ardiani mbërriti nga një tjetër udhëtim biznesi. Ai hyri në heshtje për të mos zgjuar gruan që tashmë flinte. Bëri një dush të shpejtë dhe ushtri, i raskapitur. As nuk i shkoi në përmend të shkonte te dhoma e nënës për të parë se si ishte. Në fund të fundit, në mendjen e tij, gjithçka ishte në rregull. Nëna e tij ishte e sigurt, e rehatshme, e kujdesur. Ai i kishte siguruar gjithçka. Nuk kishte arsye për të shqetësuar. Dhe kështu, në atë shtëpi elegante në rrugën e Manjolave, dy realitete bashkëjetonin. Njëri i dukshëm, i suksesit dhe harmonisë. Tjetri i padukshëm, i dhimbjes dhe heshtjes. Dhe ndërsa Ardiani flinte i qetë, duke besuar se kishte ndërtuar shtëpinë e përsosur, nëna e tij qëndronte zgjuar, duke u lutur me zë të ulët që të kishte forca për të përballuar edhe një ditë tjetër. Javët në vijim sollën një rutinë edhe më raskapitëse për nëna Teftën. Valbona, duke kuptuar se askush nuk e vinte në dyshim autoritetin e saj në atë shtëpi, u bë gjithnjë më e guximshme në kërkesat e saj. Ajo që filloi si punë të vogla shtëpiake u shndërrua në një regjim pune të detyruar që konsumonte të gjithë energjinë e të moshuarës. Zgjimi para orës 6 të mëngjesit ishte bërë rregull. Fjetja pas orës 11 të natës gjithashtu.
Midis këtyre orareve nuk kishte pushim. Mëngjesi fillonte gjithmonë në të njëjtën mënyrë. Valbona zbriste shkallët rreth orës 7:30, e veshur në mënyrë të patëmet me një komplet sportiv të një marke të importuar, flokët të lidhur në një bisht të përsosur, grimi i lehtë por i pranishëm. Ajo shkonte direkt në palestrën private që kishte ngritur në një nga dhomat e shtëpisë, ku kalonte një orë duke ushtruar ndërsa dëgjonte muzikë me kufje të shtrenjta. Kur mbaronte, priste të gjente mëngjesin plotësisht të përgatitur dhe tryezën të shtruar me përsosmëri. Tefta tashmë e kishte mësuar saktësisht se si Valbona e pëlqente çdo gjë. Kosi grek duhej të ishte i ftohtë, por jo i ngrirë. Frutat duhej të priteshin në kube uniforme, kur në feta. Kafeja duhej të ishte e nxehtë, por jo e valuar. Bukët e thekura të arta në mënyrë të barabartë nga të dyja anët, me gjalpin tashmë të shkrirë sipër. Çdo devijim nga ky standard rezultonte në komente therse dhe shikime përbuzjeje. Një mëngjes, Tefta bëri gabimin të shërbente lëngun e portokallit në një gotë të ndryshme nga ajo e zakonshmja. Ajo e kishte thyer gotën e preferuar të Valbonës duke e larë një ditë më parë dhe ishte e tmerruar që atëherë, por shpresonte që nusja të mos e vinte re zë vendësimin. E vuri re. Valbona e mbajti gotën, e shikoi me neveri dhe pastaj vjehrën. Çfarë është kjo? Tefta gëlltiti pështymën. Gota tjetër u thye, më vjen shumë keq. Do të blej një tjetër të njëjtë sot. Valbona e hodhi gotën në lavaman me forcë, duke e bërë cop-cop. Shiko të mësosh të kesh më shumë kujdes, plak. Gjithçka që prek, e shkatëron. Fjalët dhimbnin më shumë se çdo plagë fizike. Tefta uli kokën dhe filloi të mblidhte copat e xhamit me duar të dridhura. Një nga copat i preu gishtin tregues, duke bërë që gjaku të rrithte. Ajo e shtrëngoi plagën me një pecet kuzhine dhe vazhdoi të pastronte në heshtje. Valbona e ndoqi të gjithë skenën pa treguar asnjë gjurmë dhëmshurie apo pendese. Përkundrazi, kishte një shkëlqim të çuditshëm në sytë e saj, sikur ishte e kënaqur me vuajtjen që kishte shkaktuar. Pas mëngjesit vinin punët e shtëpisë. Edhe pse kishte një pastruese të punësuar 3 herë në javë, Valbona shpikte arsye që Tefta të bënte punën e rënë në ditët e tjera. Mira vjen vetëm nesër, kështu që sot ju duhet të pastroni dhomën e ndenjes dhe të fshini me fshesë me korrent dhoma. Ose, çarçafët duhet të ndërohen. Mira nuk e bën këtë siç duhet, është më mirë ta bëni ju. Tefta ngjitej dhe zbriste shkallët her pas here gjatë ditës. Gunjet i ankoheshin në çdo shkallë. Shtyllën kurrizore e dhimbte vazhdimisht, një dhimbje e mbytur që kur nuk e linte plotësisht. Por ajo vazhdonte. Mbante çarçaf të rënd, shtynte fshesën me korrent nëpër dhomat e mëdha, pastronte banjat prej mermeri derisa të shkëlqenin. E gjithë kjo ndërsa Valbona rinte ulur në dhomën e ndenjes, duke shfletuar revista mode ose duke folur në telefon me shoqet, duke qeshur me zë të lartë për çështje të kota. Ajo që e lëndonte më shumë Teftën nuk ishte puna në vetvete. Ajo kishte punuar fort gjithë jetën dhe nuk kishte frikë nga mundimi. Ajo që e shkatëronte nga brenda ishte mënyra se si trajtohej. Ishte poshtërimi i vazhdueshëm, thyrjet e maskuara si vëzhgime, përbuzja që buronte nga çdo gjest i Valbonës. Ishte të dinte se aty, në atë shtëpi që duhej të ishte një vatër, ajo shihej si diçka e hedhur, e parëndësishme, e padenjë për respekt. Një pasdite veçanërisht të nxehtë të janarit, Valbona e thiri Teftën në garazh. Shtëpia kishte një garazh të gjerë që strehonte 3 makina, një sedan të zi që Ardiani e përdorte për punë, një SUV të bardhë që Valbona e ngiste dhe një makinë sportive të kuqe që Ardiani e kishte blerë së fundmi si dhuratë për veten. Një festim për një tjetër kontratë milionëshe të mbyllur. Ishte te kjo makinë ku Valbona kishte fiksuar vëmendjen e saj. Nëna Tefta shikoje këtë makinë. Valbona tregoi makinën sportive të kuqe me një shprehje neverie. Është plot pluhur. Nuk është e mundur që askush në këtë shtëpi të mos di t'i mbaj gjërat pastër. Tefta e shikoi makinën. Kishte, në fakt, një shtresë të lehtë pluhuri mbi karrocerinë me shkëlqim, por asgjë që të justifikonte tonin dramatik të nuses. Mund të thëras dik ta laj, nëse doni. Valbona qeshi thatë. Të thërasësh dik? Të shpenzosh para kot? Ju do ta lani. Tani. Tefta shikoi jashtë garazhit. Dielli ishte në kulmin e tij, i fortë siç di të jetë vetëm vera tiranase. Temperatura duhet të ishte afër 35 gradë.
Ajo ndjeu një shtrëngim në gjoks, por nuk tha asgjë. Vetëm pohoi me kokë dhe shkoi të merrte materialet e pastrimit. Kovë, sfungjer, sapun, lecka. Të gjitha tepër të rënda për duart e saj të dobëta. Valbona e vëzhgonte e mbështetur në mur me krahët e kryqëzuar me atë shikim të ftohtë që ishte bërë kaq i njohur. Tefta filloi të punonte. Mbushi kovën me ujë, lagu sfungjerin dhe filloi të fërkonte karrocerinë e makinës. Dielli i binte direkt në shpinë duke e djegur përmes bluzës së hollë që kishte veshur. Djersa filloi të rrifte pothuajse menjëherë duke i lagur ballin, duke i zbritur në qafë, duke i bërë rrobat qull. Me çdo lëvizje, ajo ndjente kyçet të protestonin. Krahët i dhimbnin duke ngritur sfungjerin vazhdimisht. Shpina i ankoi duke u përkulur mbi kofanon e makinës. Por ajo vazhdonte, sepse e dinte se ndalimi do të thoshte të përballej me furinë e Valbonës. Dhe ajo nuk kishte forca për më shumë poshtërime atë ditë. Po punon shumë ngadalë. Zëri i Valbonës e preu heshtjen si një te. Ju mendoni se keni gjithë ditën në dispozicion? Duhet ta mbaroni shpejt, keni ende gjëra të tjera për të bërë. Tefta u përpoq të përshpejtonte ritmin, por trupi nuk i përgjigjej. Raskapitja po fillonte ta mposhte. Ajo ndjeu marramendje, shikimi ju turbullua lehtë. U mbajt anash makinës për të mos rënë. Valbona e vuri re dobësinë dhe, në vend që të tregonte shqetësim, ndjeu një val irritimi. Mos më bëj naze tani. Mbaroje shpejt këtë punë. Tefta mori frym thellë, duke u përpjekur të rifitonte ekuilibrin. Vazhdoi të lante, çdo lëvizje një betejë kundër trupit të saj. Nxehtësia ishte mbytëse brenda garazhit. Nuk kishte ventilim të duhur dhe ajri duke i dendur, i vështirë për të marrë frym. Ishte atëherë që Valbona u afrua dhe, me një shtytje të beftë në shpatullën e teftës, e detyroi atë të përkulej më shumë mbi kofanon e makinës. Fërkoje siç duhet. Shiko këto njolla. Ju nuk bëni asgjë siç duhet. Brutaliteti i gjestit bëri që tefta të humbiste plotësisht ekuilibrin. Ajo u mbështet me të dyja duart mbi karrocerinë e nxehtë të makinës, duke ndjerë metalin t'i digjte lëkurën e ndjeshme. Lotët filluan të formoheshin në sytë e të moshuarës, por ajo i shtypi me forcë. Nuk do t'i jepte Valbonës kënaqësinë ta shihte duke qarë. Vazhdoi të fërkonte, edhe me duart që i dridheshin, edhe me trupin që lutej për pushim. Ju deshën gati 2 orë për të mbaruar. Kur më në fund përfundoi, tefta ishte plotësisht e raskapitur, e bërë qull nga djersa, e marrë mendsh dhe me duart të kuqe e të dhimbshme. Valbona inspektoi punën me sy kritik, duke kërkuar defekte. Gjeti disa shenja uji që ende nuk ishin tharë plotësisht. Është e tmerrshme. Por nuk kam më durim sot. Nesër do ta bëni përsëri dhe këtë herë bëjeni siç duhet. Tefta vetëm pohoi me kokë, pa forcë as për t'u përgjigjur. U ngjit ngadalë në dhomë, çdo shkallë një torturë, dhe u shtri në krevat pa hequr as rrobat e lagura nga djersa. Atë natë, Ardiani u kthye në shtëpi rreth orës 10. Ishte i lodhur, por në humor të mirë. Kishte mbyllur një tjetër kontratë të rëndësishme dhe donte të festonte. Gjeti Valbonën në dhomën e ndenjes duke parë një program televiziv. Ajo i buzëqeshi, atë buzëqeshje të studiuar që e rezervonte për kur burri ishte i pranishëm. Përshëndetje, i dashur. Si e kalove ditën? Ardiani u ul pranë saj në divan dhe i tregoi për kontratën, i entuziazmuar. Valbona dëgjonte, ose bënte sikur dëgjonte, duke bërë komente të përshtatshme në momentet e duhura. Ai ishte i lumtur, dhe kjo ishte ajo që kishte rëndësi për të ruajtur fasadën e përsosur. Po mami, a është gjithçka në rregull me të? Pyeti Ardiani, duke u kujtuar papritur për nënën e tij. Valbona nuk hezitoi. Po, është mirë. Ajo hëngri darkë herët dhe u ngjit për të pushuar. E di si është, mosha vjen dhe lodhja shtohet. Përgjigja e kënaqi Ardianin. Ai besonte plotësisht se nëna e tij ishte e mirë kujdesur, se Valbona ishte e vëmendshme dhe e sjellshme me të. Në fund të fundit, gruaja e tij gjithmonë tregoi e shqetësuar dhe e dashur kur ai ishte pranë. Nuk kishte arsye për të dyshuar. Ardiani u ngjit për të bërë dush dhe shkoi të flinte, pa e pasur idenë më të vogël se në dhomën ngjitur, nëna e tij ishte shtrirë me dhimbje, me trupin të mbuluar me shenja të kuqe dhe shpirtin edhe më të plagosur. Ditët në vijim sollën më shumë nga e njëjta gjë.
Valbona dukej se po testonte se deri ku mund të shkonte pa u zbuluar asgjë. Dhe përgjigja, me sa duket, ishte se nuk kishte kufi. Tefta vazhdonte të heshte, vazhdonte të bindej, vazhdonte të vuante në heshtje. Por diçka brenda saj filloi të ndryshonte. Ishte delikate, pothuajse e padukshme, por ishte aty. Një flak e vogël revolte që filloi të digjej, ende e dobët, por e pranishme. Zonja Liria, fqinja, vazhdonte të vëzhgonte. Ajo e shihte Teftën në kopsht, gjithmonë duke punuar, gjithmonë vetëm, gjithmonë me atë shprehje trishtimi të thellë në fytyrë. Një ditë, ndërsa u iste bimët e saj, Liria e thiri nga ana tjetër e murit. Nëna Tefta, a jeni mirë? Tefta ngriti kokën, e habitur. Prej javësh askush nuk e kishte pyetur këtë me interes të vërtetë. Mirë jam, po. Faleminderit. Por zëri i saj doli i dobët, pa bindje. Liria e kuptoi. Dukeni e lodhur. Po punoni shumë? Tefta sforcoi një buzëqeshje. Ah, është vetëm mosha. Asgjë e madhe. Liria nuk u bind, por nuk donte të këmbëngulte. Vetëm tha, nëse keni nevojë për diçka, mund të më thërrisni. Jam gjithmonë këtu. Mirësjellja e atyre fjalëve e preku Teftën në një mënyrë që ajo nuk e priste. Ajo falenderoi me zë të ulët dhe u kthye në punën e saj, por oferta i mbeti duke i bërë jehon në mendje. Atë pasdite, ndodhi diçka që do të ndryshonte rrjedhën e ngjarjeve. Valbona po priste ardhjen e një pakete të rëndësishme, një porosi rrobash të shtrenjta që i kishte bler online. Kur korrieri i ra ziles, ajo i tha Teftës të hapte derën. E moshuara zbriti shkallët me kujdes dhe hapi portën. Djali i dorëzoi një kuti të madhe dhe të rëndë. Tefta nënshkroi marrjen dhe u përpoq ta mbante kutin brenda, por ishte tepër e rëndë. Valbona u shfaq në derë, e paduruar. Çfarë po pret? Sille shpejt. Tefta bëri forcë, duke u përpjekur të ngrinte kutin, por gati ra prapa nga pesha. Korrieri, i cili ishte ende aty, ofroi ndihmë. Lëreni ta çoj unë brenda, zonjë. Por Valbona e ndërpreu. Nuk ka nevojë. Ajo ia del dot. Djali shikoi Teftën, pastaj Valbonën, pa kuptuar. Tefta, nga turpi i situatës, bëri një përpjekje të fundit dhe arriti ta tërhiqte kutin brenda shtëpisë. Korrieri u largua me një shprehje të hutuar në fytyrë. Ai do të komentonte më vonë me kolegët e punës për skenën e çuditshme që kishte dëshmuar. Ishte një zonjë goxha e moshuar që duhej të mbante një kuti të madhe, dhe zonja e shtëpisë nuk e ndihmoi fare. Çfarë gjëje e çuditshme? Këto komente të vogla filluan të qarkullonin, edhe pse në mënyrë diskrete, duke formuar një rrjet dyshimesh për atë që ndodhte në atë shtëpi elegante në rrugën e Manjolave. Brenda shtëpisë, Valbona hapi kutin me entuziazëm, duke zbuluar fustane, bluza dhe këpucë shumë të shtrenjta. Ajo provoi çdo pjesë përpara pasqyrës, e kënaqur me blerjet e saj. Tefta ishte ulur në kuzhinë, duke masazhuar shpinën e dhimbshme, kur u shfaq Valbona. Nëna Tefta, këto kuti dhe ambalazhe duhet të çohen jashtë. Lërini të gjitha të organizuara në koshin e plerave në garazh. Ishin të paktën 5 kuti të mëdha kartoni, përveç qeseve plastike dhe letrës së mëndafsh. Tefta i mblodhi të gjitha dhe filloi t'i çonte në garazh. Bëri disa udhëtime, duke u ngjitur dhe zbritur shkallët e vogla që çonin në zonën e jashtme. Në udhëtimin e fundit, u pengua në një kuti që ishte ende në rrugë dhe ra në gjunjë në 2 sheme. Dhimbja ishte e menjëhershme dhe intensive. Ajo qëndroi aty për disa sekonda, duke u përpjekur të merrte frymë, lotët më në fund duke i shpëtuar. Ishte kështu që Mira, pastruesja, e gjeti kur mbërriti për ditën e saj të punës. Ajo vrapoi drejt Teftës dhe e ndihmoi të ngrihej me kujdes. Nëna Tefta, a jeni mirë? Çfarë ndodhi? Tefta fshiu shpejt lotët. U pengova, vetëm kaq. Jam mirë. Por Mira nuk ishte budallaqe. Ajo shihte shenjat në trupin e zonjës, shihte lodhjen ekstreme, shihte frikën në sytë e saj. Mira e çoi Teftën në kuzhinë dhe e bëri të ulej. Përgatiti një gotë ujë dhe këmbënguli që ajo të pushonte. Ju nuk keni nevojë t'i bëni të gjitha këto. Unë jam këtu për të punuar. Tefta i mbajti dorën vajzës me mirënjohje. Je shumë e sjellshme, Mira. Por gjithçka është në rregull, vërtet.
Mira donte të këmbëngulte, donte të thoshte se asgjë nga ato nuk ishte e drejtë, por në atë moment Valbona hyri në kuzhinë. Mira, sa mirë që erdhe. Ka shumë punë sot. Valbona mezi e shikoi teftën, sikur rënia të mos kishte ndodhur. Mira ndjeu një zemërim të rritej brenda saj, por e dinte se nuk mund të shprehej. I duhej puna, kishte fatura për të paguar. Por i betoi vetes se do të gjente një mënyrë për të ndihmuar nëna teftën, edhe pse nuk e dinte ende se si. Situata vazhdoi të përkeqësohej. Valbona, duke u ndjerë plotësisht e pandëshkuar, filloi të ishte edhe më mizore. Në një rast, hodhi qëllimisht ushqim në dyshemen e kuzhinës dhe urdhëroi teftën ta pastronte menjëherë në gjunjë, ndërsa ajo vëzhgonte. Në një tjetër, grisi letra dhe i shpërndau nëpër dhomën e ndenjes, vetëm për të pasur kënaqësinë të shihte vjehrën duke mbledhur gjithçka, copë për copë. Çdo ditë që kalonte, tefta ndjente se pak më shumë nga dinjiteti i saj po vjedhej. Por në të njëjtën kohë, ajo flak e vogël revolte vazhdonte të rritej. Ajo filloi të pyeste veten sa kohë më shumë do të mund të duronte. Filloi të pyeste nëse dashuria për djalin justifikonte kaq shumë vuajtje. Filloi të konsideronte, për herë të parë, se ndoshta duhej të merrte një mas. Natën, kur më në fund arrinte të shtrihej, tefta qëndronte duke parë tavanin e errët të dhomës së saj. Kujtimet vinin si val, njëra pas tjetrës. Kujtonte kur Ardiani ishte i vogël dhe zgjohej në mes të natës me makthe. Ajo e përkëdhelte në krah, i këndonte ninulla, i premtonte se do të ishte gjithmonë aty për ta mbrojtur. Kujtonte ditën kur ai fitoi bursën e parë të studimit, se si sytë e tij shkëlqenin nga krenaria dhe vendosmëria. Kujtonte diplomimin në universitet, kur ai u ngjit në skenë për të marrë diplomën dhe e kërkoi atë në audiencë, duke buzëqeshur kur shikimet e tyre u takuan. Të gjitha ato kujtime ishin të çmuara, të ruajtura në zemër si thesare të paçmueshme. Por tani, e shtrirë në atë krevat në një shtëpi që nuk dukej e saj, tefta pyeste veten nëse ja kishte vlejtur. E gjithë ajo sakrificë, e gjithë ajo luftë, a kishte qenë e kodë? Ajo kishte rritur një djalë të mrekullueshëm, punëtor, të suksesshëm. Por çdo bik ishte nëse ai nuk mund ta shihte, nuk mund ta kuptonte vuajtjen e saj. Çdo bik ishte gjithë suksesi i tij nëse ajo, që kontribuoi aq shumë që ai të arrinte atje, po shkatërrohej pak nga pak. Këto pyetje e mundonin, i ahiqnin gjumin, i bënin zemrën të dhimbte në një mënyrë që asnjë dhimbje fizike nuk mund ta barazonte. Por frika ishte ende më e madhe se guximi. Frika për të zhgënjur Ardianin, për të shkatëruar martesën e tij, për të shkaktuar probleme. Frika për të mbetur vetëm, për të mos pasur ku të shkonte. Frika se askush nuk do ta besonte, se të gjithë do të mendonin se ajo po egzageronte ose po shpikte gjëra. Kjo frikë e mbante të burgosur në atë rutinë abuzimesh, në atë cikël që dukej pa fund. Ardiani vazhdonte të ishte i pavetëdijshëm. Ai punonte gjithnjë e më shumë, udhëtonte gjithnjë e më shumë, i zhytur në botën e tij të biznesit dhe arritjeve profesionale. Kur ishte në shtëpi, shihte vetëm atë që Valbona donte që ai të shihte, një grua të përkushtuar dhe një nën të mirë kujdesur. E vërteta qëndronte e fshehur, e mbrojtur nga shtresa gënjeshtrash dhe aparencash. Por e vërteta, si çdo e vërtet, nuk mund të qëndrojë e fshehur për gjithmonë. Ka gjithmonë një moment kur ajo del në sipërfaqe, zakonisht në mënyrë të papritur dhe dramatike. Dhe ai moment po afrohej, më shpejt se sa kushdo mund ta imagjinonte. Farat e ndryshimit tashmë ishin mbjell në vëzhgimet e fqinjeve, në shqetësimin e mirës dhe veçanërisht në zemrën e teftës, ku flaka e revoltës digjej gjithnjë e më fort. Shtëpia elegante në rrugën e Manjolave i ruante sekretet e saj me kujdes, por edhe muret më të trasha eventualisht i lënë të shpëtojnë klithmat e atyre që vuajnë brenda tyre. Dhe momenti i kësaj shpërthimi ishte gjithnjë e më afër. Muaji i shkurt erdhi duke sjellë me vete vapën mbytëse tipike të verës tiranase. Temperaturat thyenin rekorde, lajmet paralajmëronin për rreziqet e dehidratimit dhe goditjes së diellit, dhe rrugët mbeteshin të shkreta në orët më të nxehta të ditës. Brenda shtëpisë në rrugën e Manjolave, klima ishte edhe më e rëndë, jo vetëm për shkak të nxehtësisë fizike, por për tensionin që rrinte pezull në ajër si një re e errët gati për të shpërthyer. Tefta u zgjua atë mëngjes të enjte me një ndjenjë të çuditshme. Diçka ndryshe pulsonte në gjoksin e saj, një përzierje ankthi dhe një vendosmërie të brishtë që ajo mezi mund ta emërtonte. Kishte fjetur keq, e munduar nga ëndra të ngatëruara ku shihte veten të bllokuar në vende të errëta, duke u përpjekur të bërtiste por pa mundur të nxirrte asnjë zë.
Kur më në fund hapi syt, dielli tashmë hynte me forcë nga dritarja, duke treguar se kishte fjetur përtej orarit të zakonshëm. Paniku e pushtoi menjëherë. Valbona e priste kafen në 7:30 dhe tashmë ishte gati 8. Tefta u ngrit me nxitim, duke injoruar dhimbjet që protestonin në çdo kyç të trupit të saj. Zbriti shkallët sa më shpejt që i lejonin këmbët, duke u mbajtur fort pas parmakut. Kur arriti në kuzhinë, gjeti Valbonën tashmë të ulur në tryez, me krahët e kryqëzuar, me një shprehje zemërimi të përmbajtur në fytyrë. Pra tani ju po i jepni vetes luksin të flini deri vonë? Zëri i Valbonës ishte i akull, i rrezikshëm. Tefta u përpoq të shpjegonte. Më falni, nuk e dëgjova alarmin, unë. Valbona i ra tavolinës me dorë me forcë, duke bërë që Tefta të hidhej nga frika. Nuk dua të dëgjoj justifikime. Sa herë duhet ta përsëris që e dua kafen time në orarin e duhur? Ju mendoni se çfarë jam unë? Një pastruese mund t'i jap vetes luksin të vijë me vonesë? Tefta uli kokën dhe filloi të përgatiste kafen me duart që i dridheshin edhe më shumë se zakonisht. Preu frutat me nxitim, gati duke u prerë me thikë. Theku bukët, ngrohu qumështin, përgatiti gjithçka me zemrën që i rrite me shpejtësi, duke ndjerë sytë e Valbonës që i shponin shpinën. Kur më në fund vendosi gjithçka në tryez, nusja as nuk e shikoi ushimin. Vetëm u ngrit, mori çantën dhe doli, duke përplasur derën me forcë. Tefta mbeti aty në mes të kuzhinës, duke parë kafen që kishte përgatitur me aq mundim dhe që as nuk do të konsumohej. Ndjeu diçka të thyej brenda saj në atë moment. Ishte sikur një shtresë e fundit rezistence ishte thyer. Ajo ul në një nga karriget dhe, për herë të parë në muaj, e lejoi veten të qante hapur, pa i shtypur lotët. Qau për jetën që kishte pasur, për djalin që nuk e shite të vërtetën, për dinjitetin që po i vidhej ditë pas dite. Ishte kështu që Mira e gjeti kur mbërriti për një tjetër ditë pune. Vajza qëndroi në derën e kuzhinës, duke parë atë skenë dëshpërimi të pastër. Diçka brenda saj u revoltua përfundimisht. Ajo u afrua te Tefta dhe i vendosi dorën në shpatull me dashuri. Nëna Tefta, kjo nuk mund të vazhdoj kështu. Ju duhet t'i tregoni Zotit Ardian se çfarë po ndodh. Tefta fshiu lotët me kurrizin e dorës dhe tundi kokën. Nuk mundem, Mira. Ai është kaq i lumtur me martesën, me jetën e tij. Nuk mund ta shkatërroj këtë. Mira u ul pranë saj. Por ju po shkatërroheni. Kjo nuk është e drejtë. Zoti Ardian meriton të di të vërtetën. Ai ka të drejtë të di se si po trajtohet nëna e tij në shtëpinë e tij. Fjalët e Mirës i bën jehon në mendjen e Teftës gjatë gjithë asaj dite. Ndërsa kryente punët e saj, ndërsa pastronte dhe organizonte, ajo nuk mund të ndalonte së menduari. A kishte të drejtë Mira? A ishte koha për të thyer heshtjen? Por frika vazhdonte të ishte e pranishme, e madhe dhe paralizuese. Frika se nuk do të besoj, frika se do të shkaktonte një ndarje, frika se do të mbetej pa ku të shkonte. Atë pas dite, ndodhi diçka që do t'i përshpejtonte ngjarjet në mënyrë të pakthyeshme. Valbona u kthye në shtëpi e shoqëruar nga 3 shoqe. Ishin gratë së njëjtës klasë shoqërore si ajo, gjithmonë të veshura në mënyrë të patëmet, gjithmonë me atë ajër superioriteti që vjen nga ata që kur nuk kanë pasur nevojë të luftojnë për asgjë në jetë. Ato u vendosën në dhomën e ndenjes, duke qeshur me zë të lartë, duke biseduar për udhëtimet e tyre të fundit, blerjet e tyre, problemet e tyre të parëndësishme. Valbona thiri Teftën. Nëna Tefta, sill pije për shoqet e mia lëng natyral, jo nga ato plerat e kutis. Tefta shkoi në kuzhinë dhe filloi të përgatiste lëngje portokalli të shtrydhura në moment. Duart i dridheshin duke mbajtur portokallet dhe shtrydhësen. Kur më në fund mbaroi, vendosi gjithçka në një tabaka dhe e çoi në dhomën e ndenjes, duke ecur ngadalë për të mos derdhur asgjë. Por kur hyri në dhomë, u pengua lehtë në tapet. Arriti të ruante ekuilibrin, por njëra nga gotat u lëkund dhe disa pika lëngu ranë në buzë të tabakas. Valbona e pa dhe shpreha e saj u ashpërsua menjëherë. Ju nuk mund të bëni as këtë siç duhet. Shikoje këtë rëmuj. Shoqet shikuan, të sikletosura. Në të vërtetë, nuk kishte asnjë rëmuj, vetëm disa pika të parëndësishme. Por Valbona ishte e vendosur ta poshtëronte vjerën përpara vizitave të saj. Di diçka. Gjithçka është gabim. Hidhini këto dhe bëjini përsëri. Tefta ndjeu fytyrën t'i digjej.
por lëngu është i mirë, vetëm disa pika ranë në tabaka, mund ta pastrojë. Valbona e ndërpreu me një ton edhe më të lartë. Unë urdhërova t'i bësh përsëri. Apo bëhesh e shurdhër përveç se e paath. Njëra nga shoqet, një grua me emrin Petrita që kishte më shumë ndjeshmëri se të tjerat, u ndje jashtëzakonisht e parehatshme. Valbona, nuk ka nevojë. Lëngu është shumë i mirë kështu. Por Valbona i hodhi një shikim kaq të ftohtë Petritës saqë ajo heshti menjëherë. Tefta u kthye në kuzhinë me tabakan, duke ndjerë lotët t'i digjnin syt përsëri. Ajo hodhi të gjithë lëngun dhe filloi ta bënte gjithçka përsëri, çdo lëvizje një torturë poshtërimi. Kur u kthye me tabakan e re, shoqet e Valbonës ishin në heshtje. Klima në dhomë kishte ndryshuar plotësisht. Ato morën gotat dhe falenderuan me zë të ulët, pa e parë drejt për drejt teftën. Plaka doli nga dhoma dhe shkoi direkt në dhomën e saj, ku u mbyll dhe i la lotët më në fund të binin pa kontroll. Jashtë shtëpisë, zonja Liria po ishte bimët kur dëgjoi zëra të alteruar që vinin nga dhoma e ndenjes së gjonëve. Ajo nuk mund t'i dallonte fjalët, por toni ishte i pagabueshëm. Kishte zemërim aty, kishte mizori. Ajo shikoi zotin Kujtim, i cili lexonte gazetën në verandë. Kujtim, a nuk mendon se duhet të bëjmë diçka? Ajo zonja po vuan, jam e sigurt. Zoti Kujtim pshërtiu. Liri, e kemi biseduar këtë. Janë probleme familjare. Nëse përzihemi, mund ta përkeqësojmë situatën. Por zonja Liria nuk ishte më e bindur për këtë. Ajo kishte parë shumë gjëra, kishte dëgjuar shumë gjëra. Ky nuk ishte vetëm një problem familjar, ishte diçka më serioze. Ajo vendosi që në mundësinë e parë do të përpiqej të fliste drejt për drejt me nëna Teftën. Brenda shtëpisë, shoqet e Valbonës u larguan më herët se sa ishte planifikuar. Pasditja e kishte humbur plotësisht klimën e lehtësisë. Petrita, e fundit që doli, e tërhoqi Valbonën më njanë në korridor. Valbona, duhet të them diçka. A nuk mendon se ishe paksa e ashpër me vjerën tënde? Valbona qeshi me përbuzje. E ashpër? Unë vetëm po e mësoj të bëj gjërat siç duhet. Nëse nuk i kërkoj llogari, ajo bëhet dembele. Petrita tundi kokën. Nuk më dukej kërkesë llogarie, më dukej poshtërim. Ajo është nëna e Ardianit, Valbona. Meriton respekt. Valbona ndjeu një val zemërimi. Si guxonte ajo grua të gjykonte mënyrën se si ajo trajtonte vjerën e saj në shtëpinë e saj. Shiko, Petrita, ti nuk di asgjë. Ti nuk jeton këtu, nuk e di si janë gjërat. Kështu që është më mirë të mos japësh mendim për atë që nuk e njeh. Petrita e kuptoi se nuk do të kishte dobi të këmbëngulte. Ajo u përshëndet dhe u largua, por diçka i mbeti duke e shqetësuar në ndërgjegjen e saj. Ajo e njihte Valbonën prej vitesh dhe e dinte se shoqja e saj gjithmonë kishte pasur një damar mizorie, një nevojë për të ndjerë superiore ndaj të tjerëve. Por ajo që kishte dëshmuar atë pasdite i kalonte kufit e të pranueshmes. Petrita vendosi që nëse do të kishte mundësi të fliste me Ardianin, do t'i tregonte atë që kishte parë. Natën, Ardiani mbërriti në shtëpi rreth orës 10. Ishte i raskapitur nga një tjetër ditë intensive takimesh dhe negociatash. Valbona e priti me buzëqeshjen e saj të studiuar, tashmë me darkën gati dhe tryezën të shtruar. Ai hëngri në heshtje, duke u përgjigjur në mënyrë automatike pyetjeve të saj për ditën e punës. Mendja e tij ishte plot me numra, kontrata, afate. Mezi e vuri re se nëna e tij as nuk kishte zbritur për darë. Pas vaktit, Ardiani u ngjit direkt në dhomë. Kaloi pranë derës së dhomës së nënës dhe gati hyri për t'i dhënë natën e mirë, por pas se drita ishte e fikur. Supozoi se ajo tashmë po flinte dhe nuk donte ta shqetësonte. Nuk e kishte idenë se, në anën tjetër të asaj dere, Tefta ishte zgjuar, e shtrirë në errësirë, me trupin të dhembur dhe shpirtin edhe më të plagosur, duke pyetur veten për të mitën herë nëse duhej t'ia tregonte të vërtetën djalit. Ditët në vijim sollën një përshkallëzim edhe më të madh në mizorinë e Valbonës. Ishte sikur ajo ndjente se po humbiste kontrollin, se diçka ishte gati të ndryshonte dhe prandaj duhej ta shtrëngonte edhe më shumë rrethimin. Punët e imponuara Teftës u bën më të rënda, më poshtëruese. Një mëngjes, Valbona kërkoi që vjera të pastronte banjën e saj në gjunjë, duke fërkuar çdo centimetër të dyshemes së mermerit me një furçë të vogël. Tefta u bind, duke ndjerë gjunjët t'i digjnin kundër dyshemes së fortë, lotët duke rënë në heshtje ndërsa punonte.
Një ditë tjetër, Valbona hodhi qëllimisht një filxhan kafeje në dyshemen e kuzhinës. Nuk ishte një aksident, ishte e qëllimshme. Ajo e mbajti filxhanin, shikoi teftën dhe thjesht e la të binte. Lëngu i errët u përhap në dyshemen e bardhë, duke njollosur gjithçka. Shikoje këtë rëmuj. Pastroje këtë tani. Tefta, e tronditur nga ligësia e panevojshme e gjestit, vetëm mori leckën dhe filloi të pastronte. Ishte në atë moment që diçka brenda teftës më në fund filloi të ndryshonte vërtet. Nuk ishte një ndryshim i beftë, por gradual. Ndërsa pastronte kafen e derdhur me qëllim, ndërsa ndjente gjunjët e dhimbshëm në dyshemen e ftohtë, ajo e kuptoi se kjo nuk kishte të bënte fare me të. Nuk ishte sepse ajo bënte diçka gabim, nuk ishte sepse e meritonte atë trajtim. Ishte thjesht sepse Valbona ishte mizore dhe mizorët nuk kanë nevojë për arsye për të lënduar. Ky kuptim ishte çlirues në një mënyrë të çuditshme. Tefta ndaloi së fajsuari veten. Për muaj me radhë, ajo ishte pyetur vazhdimisht. Apo bëja diçka gabim? A e meritoja këtë trajtim? A isha vërtet e paaft siç thoshte gjithmonë Valbona? Por tani, e gjunjëzuar në atë dysheme, duke pastruar një kafe të derdhur qëllimisht, ajo më në fund e kuptoi. Problemi kur nuk kishte qenë ajo. Problemi gjithmonë kishte qenë Valbona dhe nevoja e saj e sëmur për të ushtruar pushtet mbi dikë më të dobët. Tefta mendoi për të gjitha gratë që kishin kaluar situata të ngjashme gjatë historisë. Gratë të heshtura, të poshtëruara, të trajtuara si më pak se njerëz nga ata që duhej t'i mbronin. Ajo mendoi për nënën e saj, e cila kishte vuajtur në duart e pronarëve mizor kur punonte si shërbëtore. Mendoi për shoqet e rinisë që duronin marrëdhënie abuzive sepse besonin se nuk kishin zgjidhje tjetër. Mendoi për të gjithë zërat e heshtur nga frika, nga turpi, nga ndjenja e pafuqisë. Dhe vendosi se nuk do të ishte më një nga ata zëra. Nuk kishte rëndësi se çfarë do të kushtonte, ajo do të gjente një mënyrë për t'u çliruar nga ai burg i ardhur. Dinjiteti i saj vlente më shumë se çdo rehati materiale, paqja e saj shpirtërore vlente më shumë se shmangia e konflikteve. Për herë të parë, Tefta e kuptoi se nuk kishte asgjë që ajo mund të bënte për të ndryshuar situatën. Nuk kishte rëndësi sa shumë punonte, sa shumë bindej, sa shumë heshte. Valbona nuk do të ndalonte kurrë. Mizoria ishte rrënjosur tepër thellë tek ajo. Dhe nëse asgjë që Tefta bënte nuk mund ta ndryshonte këtë, atëherë ndoshta ishte koha të ndryshonte diçka tjetër. Ndoshta ishte koha të ndryshonte vetë situatën. Atë natë, Tefta nuk mundi të flinte përsëri. Qëndroi e shtrirë në krevat duke parë tavanin e errët duke menduar. Mendoi për gjithçka që kishte kaluar që kur ishte transferuar në atë shtëpi. Mendoi për vitet e sakrificës duke rritur Ardianin vetëm. Mendoi se sa kishte punuar, luftuar, ëndërruar. Dhe mendoi se si gjithçka kishte çuar në këtë moment, ku e shihte veten të bllokuar në një shtëpi luksoze por bosh nga dashuria, duke vuajtur në duart e një gruaje që duhej të ishte familje. Agimi po afrohej kur Tefta më në fund mori një vendim. Ajo nuk e dinte ende se si apo kur, por e dinte se duhej të largohej nga aty. Duhej të rifitonte dinjitetin e saj, edhe nëse kjo do të thoshte të mbetej vetëm përsëri. Edhe nëse kjo do të thoshte të zhgënjente djalin. Jeta e saj vlente më shumë se kaq. Shpirti i saj vlente më shumë se kaq. Dhe edhe pse ishte e moshuar, edhe pse ishte e lodhur, ajo ende meritonte paqe. Të nesërmen në mëngjes do të ndodhte diçka që do t'i përshpejtonte të gjitha ngjarjet. Valbona, e pushtuar nga një zemërim edhe më i madh pasi ishte grindur në telefon me një shoqe për ndonjë çështje të kotë, vendosi të shfrynte gjithë zemërimin e saj te Tefta. Ajo zbriti shkallët si një stuhi, syt duke i shkëlqyer me një ligësi që do të tremte këdo. Nëna Tefta, eja këtu menjëherë. Toni i zërit nuk pranonte kundërshtim. Tefta u shfaq, ende e veshur me këmishën e natës me të cilën kishte fjetur. Valbona tregoi garazhin. Makina është përsëri e ndotur. Ti do ta lash. Tani. Dhe nuk më intereson nëse është nxehtë apo nëse je e lodhur. Dua atë makinë të shkëlqej. Ishte mesditë. Dielli ishte në pikën më të lartë dhe më të nxehtë të ditës. Temperatura duhet të ishte afër 38 gradë. Tefta shikoi nga dritarja, pa vapën që dridhej në ajër dhe për herë të parë mendoi të refuzonte. Por zakoni i bindjes ishte ende tepër i fortë.
Ajo pohoi me kokë dhe shkoi të ndërrohej, duke veshur një bluzë të lehtë dhe një kapele të vjetër për t'u mbrojtur nga dielli. Kur arriti në garazh me materialet e pastrimit, Valbona ishte tashmë aty, duke pritur. Kishte diçka ndryshe në sytë e saj atë ditë, diçka më të errët, më të rrezikshme. Tefta filloi të lante makinën, djersa duke I rrjedhur menjëherë në fytyrë. Valbona vëzhgonte çdo lëvizje me vëmendje kritike, duke gjetur defekte në gjithçka. Më shpejt. Fërkoje më fort. Kjo është e tmerrshme. Komentet vinin pa pushim, therse dhe mizore. Tefta përpiqej të përshpejtonte, por trupi nuk I përgjigjej. Marramendja u kthye, më e fortë këtë herë. Asaj ju desh të mbështetej në makinë për të mos rënë. Valbona, duke e parë këtë, nuk ndjeu dëmshuri, por irritim. Mos më bëj naze. Vazhdo. Tefta mori frym thellë, duke u përpjekur të rifitonte ekuilibrin. Ishte atëherë që Valbona u afrua dhe, në një gest brutaliteti tronditës, e kapi krahun e teftës me forcë dhe e shtyu kundër anës së makinës. Të thash të vazhdosh. Dhuna e gjestit ishte e tepërt. Tefta ndjeu një dhimbje të mprehtë në shpatullën ku ishte përplasur me karrocerinë. Por më shumë se dhimbja fizike, ndjeu diçka të këputej përfundimisht brenda saj. Ishte fija e fundit që ende e mbante të lidhur me atë situatë. Ajo shikoi Valbonën, e shikoi vërtet dhe e pa gruan për atë që ishte në të vërtetë. Një qenie plot hidhërim dhe zbrazëti, e paftë për dashuri apo empati, duke u ushqyer me dhimbjen e tjetrit për t'u ndjerë e fuqishme. Dhe Tefta e kuptoi se nuk kishte më frikë. Frika ishte zëvendësuar nga diçka më e fortë. Indinjata. Zemërimi I drejtë. Një dëshirë e thellë për drejtësi dhe çlirim. Ajo nuk e dinte ende se çfarë do të bënte, por e dinte se diçka duhej të ndryshonte. Dhe duhej të ndryshonte shpejt. Valbona, e kënaqur me demonstrimin e saj të fuqisë, hyri përsëri në shtëpi, duke e lënë Teftën vetëm në garazh. Plaka vazhdoi të lante makinën mekanikisht, por mendja e saj ishte larg prej aty. Ishte duke planifikuar, duke menduar, duke mbledhur guxim. Flaka e revoltës që kishte filluar e vogël tani digjej me forcë. Dhe së shpejti, shumë shpejt, kjo flak do të shndërrohej në një zjarr që do të konsumonte të gjitha gënjeshtrat dhe do të zbulonte më në fund të vërtetën. Agimi I ditës së nesërme solli me vete një ndjesi të ndryshme. Qielli ishte I ngarkuar me re të hirta që premtonin shi, dhe ajri ishte I rënd, I dendur, sikur vetë natyra parandjente se diçka e rëndësishme ishte gati të ndodhte. Tefta u zgjua më herët se zakonisht, por këtë herë nuk ishte për detyrim apo frikë. Ishte sepse trupi I saj thjesht nuk mund të pushonte më. Kishte një energji të çuditshme që I përshkonte venat, një përzierje ankthi dhe vendosmërie që ajo kur nuk e kishte ndjerë më parë. Ajo u ngrit ngadalë, çdo lëvizje ende e dhimbshme, por kishte diçka ndryshe në qëndrimin e saj. Shpatullat nuk I kishte më aq të kërrusura. Shikimi I saj, kur u pa në pasqyrën e vogël të dhomës, kishte një shkëlqim të ri. Ishte shkëlqimi I dikujt që më në fund kishte marrë një vendim. Nuk e dinte ende saktësisht se si do të ndodhte gjithçka, por e dinte se ajo ditë do të ishte ndryshe. Do të ishte dita e fundit që do të lejonte të trajtohej në atë mënyrë. Zbriti shkallët me kujdes, përgatiti mëngjesin siç bënte gjithmonë, vendosi gjithçka në tryez me të njëjtën saktësi si gjithmonë. Por ndërsa duart e saj kryenin lëvizjet automatike, mendja e saj ishte plotësisht e vëmendshme, duke vëzhguar, duke regjistruar, duke u përgatitur. Valbona zbriti saktësisht në 7:30, si gjithmonë, e veshur me rroba gjimnastike të shtrenjta, flokët e përsosur, grimi I patëmel. Ajo as nuk e shikoi Teftën, vetëm u ul dhe filloi të hante. Heshtja në kuzhinë ishte e rëndë. Valbona lëvizte në telefonin e saj ndërsa hante, plotësisht e pavetdijshme për stuhin që po formohej në zemrën e gruas që qëndronte aty në këmbë, duke pritur urdhra të rinj. Kur mbaroi, Valbona e shtyu pjatën mënjan dhe më në fund e shikoi vjehrën. Kishte një shkëlqim të çuditshëm në sytë e saj, diçka që Tefta kishte mësuar ta njihte. Ishte paralajmërimi I më shumë poshtërimeve, më shumë mizorisë. Nëna Tefta, sot do ta lash makinën përsëri. Dje nuk doli mirë. Tefta ndjeu diçka brenda saj të tkurrej. Makina ishte larë më pak se 24 orë më parë, në ndjellin përvëlues, derisa ajo gati sa nuk humbi ndjenjat. Dhe tani Valbona donte që ajo ta bënte gjithçka përsëri. Jo sepse makina ishte e ndotur, por thjesht sepse mundej.
sepse i pëlqente të ushtronte atë pushtet mizor dhe të panevojshëm. Për herë të parë në muaj, Tefta nuk u përgjigj menjëherë. Ajo vetëm shikoi Valbonën, një shikim të gjatë dhe të prerë që bëri që nusja të rrudhte vetullat lehtësisht. Kishte diçka ndryshe në atë shikim. Nuk ishte nënshtrim, nuk ishte frikë. Ishte diçka që Valbona nuk mund ta identifikonte dhe kjo e bezdisi. Më dëgjuat? Do ta lani makinën. Tani. Tefta mori frymë thellë. Ndjeu zemrën t'i përshpejtoi, ndjeu duart t'i dridheshin jo nga frika, por nga adrenalina. Ishte në buzë të një gremine dhe e dinte se, sapo të hidhej, nuk do të kishte kthim prapa. Në rregull, tha ajo, zëri duke i dalë më i fortë se sa priste. Valbona u duke kënaqur dhe doli nga kuzhina, duke e lënë Teftën vetëm me mendimet e saj. E moshuara shkoi në dhomë dhe u ndërrua. Vuri një bluzë të thjeshtë, një palë pantallona të rehatshme, lidhi flokët e bardhë në një topuz të shtrënguar. Ndërsa bënte këtë, shikoi përreth dhomës që kishte qenë streha e saj në vitet e fundit. Pa rrobat e saj të pakta në dollap, pa fotografit në komodinën pranë krevatit, pa jetën e thjeshtë por dinjitoze që ishte përpjekur ta ruante edhe përballë kaq shumë vështirësish. Dhe e dinte me një qartësi absolute se nuk do të kthehej në atë dhomë në fund të ditës. Jo në të njëjtën mënyrë. Zbriti shkallët për herë të fundit si një grua e thyrë. Herën tjetër që do t'i ngjiste, nëse do t'i ngjiste, do të ishte ndryshe. Mori materialet e pastrimit dhe shkoi në garazh. Qielli ishte edhe më i ngarkuar tani, re të errëta premtonin stuj. Valbona ishte tashmë aty duke pritur me atë shprehje superioriteti dhe mizorie që Tefta e njihte aq mirë. Tefta filloi të punonte. Mbushi kovën me ujë, lagu sfungjerin, filloi të fërkonte makinën. Valbona vëzhgonte çdo lëvizje me sy kritik, duke kërkuar defekte, duke u përgatitur të lëshonte më shumë thyrje. Nxehtësia ishte mbytëse edhe me re. Djersa filloi të rrifte në fytyrën e Teftës, duart i dridheshin nga sforcimi. Por kishte diçka ndryshe këtë herë. Ajo nuk po lante vetëm makinën. Po mblidhte forca, duke bashkuar çdo copë guximi që ende kishte në qenien e saj. Më shpejt, plak. Je shumë e ngadalt. Zëri i Valbonës e preu ajrin si një te. Tefta nuk u përgjigj, vetëm vazhdoi të punonte. Valbona u afrua, e irrituar nga heshtja e vjerrës. Ajo mori kovën me ujë dhe e hodhi në këmbët e Teftës me forcë, duke bërë që uji të spërkaste kudo. Të thash të jesh më e shpejtë. Apo bëhesh e shurdhër? Ishte në atë moment që diçka brenda Teftës më në fund shpërtheu. Të gjitha ata muaj poshtërimesh, të gjitha ato net duke qarë në heshtje, e gjithë ajo dhimbje e gëlltitur dhe e ruajtur, gjithçka doli në sipërfaqe menjëherë. Ajo lëshoi sfungjerin, u drejtua me vështirësi por me vendosmëri dhe shikoi drejt për drejt në sytë e Valbonës. Mjaft. Fjala doli e fortë, e qartë, duke bërë jehon nëpër garazhin e hapur. Valbona mbeti e paralizuar për një sekond, e tronditur. Kur, gjatë gjithë asaj kohe, Tefta nuk I ishte kundërvënë. Kur nuk kishte ngritur zërin, kur nuk kishte kundërshtuar. Habia shpejt I la vendin furis. Çfarë the? Apo guxon të më përgjigjesh? Tefta ndjeu këmbët t'i dridheshin, por nuk u tërhoq. Thash mjaft. Nuk do ta bëj më këtë. Nuk do të trajtohem më në këtë mënyrë. Zëri I saj dridhej, por çdo fjalë dilte e ngarkuar me një dinjitet që ishte varrosur për një kohë të gjatë dhe tani më në fund po I shfaqej. Valbona bëri një hap përpara, syt duke I shkëlqyer nga zemërimi. Ti nuk ke zgjidhje, plak. Ti jeton në shtëpinë time, ha nga ushqimi im, varen nga unë për gjithçka. Kjo nuk është shtëpia jote, u përgjigj Tefta, duke gjetur forca që nuk e dinte se I kishte. Kjo është shtëpia e djalit tim. Dhe unë preferoj të jetoj kudo tjetër, në rrugë nëse është e nevojshme, sesa të vazhdoj të jem sklavja jote. Fjalët dolën si një rrëke, të pamundura për t'u ndalur tani që diga ishte qarë. Ti më poshtëron çdo ditë. Më trajton më keq se një kafshë. Dhe unë kam heshtur sepse nuk doja të shkaktoja probleme, sepse nuk doja të shqetësoja djalin tim. Por nuk duroj dot më. Valbona u hodh drejt Teftës, fytyra e shtrembëruar nga urrejtja. Ajo ngriti dorën sikur do ta shtynte vjerrën përsëri, por këtë herë Tefta nuk u tkur. Ajo qëndroi e palëkundur, duke parë drejt për drejt atë grua që ja kishte bërë jetën ferë. Ishte atëherë që një zë erdhi nga rruga.
Nëna Tefta, a është gjithçka në rregull aty? Ishte zonja Liria, fqinja, e cila kishte dëgjuar zërat e alteruar dhe ishte afruar te porta. Pas saj, u shfaq edhe zoti Kujtim i shqetësuar. Prania e fqinjëve bëri që Valbona të hezitonte. Ajo uli dorën, por shikimi i saj vazhdonte të ishte plot helm. Tefta e shfrytëzoi momentin. Me hapa të ngadalt por të vendosur, ajo eci drejt portës. Kaloi pranë Valbonës, e cila ishte tepër e tronditur për të reaguar menjëherë. Ku mendon se po shkon? Valbona më në fund reagoi duke e ndjekur Teftën. Por plaka nuk u ndal. Ajo kaloi garazhin, kaloi zonën e jashtme, arriti te porta ku zonja Liria dhe zoti Kujtim prisnin me shprehje shqetësimi dhe mbështetjeje. Nëna Tefta, çfarë po ndodh? Pyeti zonja Liria butësisht. Tefta shikoi fqinjët, ata njerëz që mezi i njite por që tregonin më shumë dëmshuri se familja e saj. Unë duhet të largohem nga kjo shtëpi, tha ajo, zëri duke ju thyer lehtësisht por e prerë në vendim. Nuk mund të qëndroj më këtu. Zonja Liria menjëherë i kapi krahun Teftës me butësi. E jani me ne. Ju mund të qëndroni në shtëpinë tonë sa të keni nevojë. Valbona arriti te porta duke u përpjekur të ruante qetësinë përpara fqinjëve, por zemërimi ishte i dukshëm në çdo rrull të fytyrës së saj. Ajo nuk do të shkojë askund. Nëna Tefta, kthehuni brenda tani. Por Tefta tundi kokën. Për herë të parë pas kaq shumë kohësh, ajo po bënte një zgjedhje. Po zgjidhte dinjitetin e saj, paqen e saj, jetën e saj. Nuk do të kthehem. Jo për sa kohë që ti je aty. Fqinjët të tjerë filluan të shfaqeshin, të tërhequr nga lëvizja e pazakonë. Rruga e Manjolave, gjithmonë kaq diskrete dhe e heshtur, tani kishte disa njerëz në trotuare, duke vëzhguar skenën që po shpalosej. Valbona e kuptoi se po humbiste kontrollin e situatës. Reputacioni i saj i ndërtuar me kujdes po fillonte të çahej. Ajo provoi një kartë të fundit. Ardiani do ta marrë vesh këtë. Ai do të zhgënjehet shumë me ju. Tefta ndjeu një therje dhimbjeje kur dëgjoi emrin e djalit, por nuk u lëkun. Atëherë le ta marrë vesh. Le ta marrë vesh gjithçka. Le ta marrë vesh se si më ke trajtuar që nga dita e parë. Le të marrë vesh për poshtërimet, thyrjet, punën e detyruar. Unë nuk kam më frikë nga e vërteta. Guximi në zërin e saj e impresionoi edhe vetë atë. Valbona hapi gojen për t'u përgjigjur, por asnjë fjalë nuk doli. Ajo ishte e humbur, e ekspozuar dhe e dinte këtë. Ishte pikërisht në atë moment që një makinë e zezë ktheu në qoshe dhe parkoi përballë shtëpisë. Ardiani doli nga automjeti me një shprehje të hutuar, duke u përpjekur të kuptonte se çfarë po ndodhte. Ai ishte kthyer më herët nga udhëtimi i tij i biznesit sepse kishte harruar disa dokumente të rëndësishme. Nuk priste të gjente atë skenë, nënën e tij te porta, e mbështetur nga fqinjët, gruan e tij me një shprehje zemërimi në fytyrë, disa njerëz duke vëzhguar. Zemra e Ardianit filloi të rrite shpejt kur pa atë skenë. Diçka ishte shumë gabim. Ai e njihte nënën e tij mjaftueshëm mirë për të ditur se ajo kur nuk do të shkaktonte një skandal pa arsye. Tefta ishte një grua diskrete, e rezervuar, që gjithmonë i shmangte konfliktet. Ta shite atë aty, te porta, qartësisht e emocionuar dhe e mbështetur nga fqinjët, i ndezi të gjithë alarmet në mendjen e tij. Ai doli shpejt nga makina, duke harruar edhe ta fikte motorin, dhe eci me hapa të mëdhenj drejt grupit të mbledhur te porta. Ndërsa afrohej, Ardiani filloi të vinte re detaje që më parë i kishin shpëtuar. Dobësimin e tepërt të nënës së tij, sikur të kishte humbur shumë peshë në pak kohë. Rrafët e thellë poshtë syve të saj që tregonin net pa gjumë. Mënyrën se si lëvizte, ngadalë dhe me kujdes, sikur çdo lëvizje i shkaktonte dhimbje. Dhe veçanërisht shprehjen në fytyrën e saj. Nuk ishte vetëm trishtim. Ishte raskapitje e thellë, ishte frikë, ishte shenja e pagabueshme e dikujt që kishte vuajtur shumë dhe për një kohë të gjallë. Si nuk e kishte vënë re gjithë këtë më parë. Si kishte qenë kaq i verbër, kaq mungesor, kaq i zhytur në botën e tij. Çfarë po ndodh këtu? Pyeti Ardiani, duke parë nga një fytyrë të tjetra. Valbona ishte e para që foli, duke u përpjekur të kontrollonte situatën. Ardian, sa mirë që erdhe. Nëna jote po bën një krizë, thotë se do të largohet. Unë u përpoqa ta qetësoja, por Tefta e ndërpreu. Nuk do të lejonte të thuheshin më gënjeshtra.
Bir, duhet të flas me ty, Ardiani shikoi nënën e tij dhe për herë të parë e pa vërtet. Pa lodhjen ekstreme në fytyrën e saj, pa shenjat e vuajtjes, pa diçka të thyer në sytë e saj që nuk ishte aty më parë. Një të ftohtë i përshkoi shpinën. Mami, çfarë ka ndodhur? Zëri i tij doli i shqetësuar, gati i frikësuar. Tefta mori frymë thellë. Ishte koha për të thyer heshtjen. Bir, unë nuk mund të jetoj më në këtë shtëpi. Jo për sa kohë që ajo tregoi Valbonën, më trajton në mënyrën si më ka trajtuar. Ardiani rudhi vetullat. Për çfarë po flet? Valbona u përpoq të ndërhynte përsëri. Ardian, mos e dëgjo. Ajo është e hutuar, po shpik gjëra. Por zonja Liria bëri një hap përpara. Zoti Ardian, me gjithë respektin, por gruaja juaj nuk po tregohet e sinqert me ju. Unë dhe burri im kemi parë dhe dëgjuar gjëra që na shqetësojnë shumë prej muajsh. Zoti Kujtim u pajtua. Është e vërtetë. Mënyra se si është trajtuar nëna Tefta nuk është e drejtë. Donim të flisnim më parë, por nuk e dinim nëse duhej të përziheshim. Fqinjet të tjerë filluan të pajtoheshin, disa duke treguar gjëra që kishin parë, britma që kishin dëgjuar, mënyrën se si e shihnin Teftën gjithmonë duke punuar raskapitshëm në kopsht në diellin e fortë, gjithmonë vetëm, gjithmonë me atë shprehje trishtimi të thellë. Ardiani ishte i zbeth. Ai shikoi Valbonën duke kërkuar një mohim, një shpjegim. Por fytyra e saj ishte e ngurtë, buzët të shtrënguara në një vijë të hollë. Ajo e dinte se ishte zbuluar. Ardiani u kthye te nëna e tij. Mami, të lutem, më trego çfarë po ndodh. Të vërtetën. Dhe Tefta tregoi. Aty, te porta e shtëpisë, përpara fqinjeve, përpara nusës që e kishte tmerruar aq shumë, ajo tregoi gjithçka. Foli për punët poshtëruese, thyerjet e vazhdueshme, punën e detyruar, kërcënimet, vetmin, frikën. Çdo fjalë dilte e ngarkuar me muaj dhimbje të shtypur. Ardiani dëgjonte në heshtje, fytyra e tij duke u bërë gjithnjë e më e zbeth, duart duke ju shtrënguar në grushte. Kur Tefta mbaroi, kishte lot që i rridhnin në fytyrë, por kishte edhe një ndjenjë çlirimi. Ardiani u kthye ngadalë drejt Valbonës. Shikimi i tij ishte i dikujt që sapo ishte zgjuar nga një ëndër dhe kishte zbuluar se jetonte në një makth. A është e vërtetë? Zëri i tij ishte i ulët, i kontrolluar, por kishte një zemërim të thellë pas tij. Valbona u përpoq të mohonte, por fjalët i vdisnin në fy. Kishte shumë dëshmitar, shumë prova. Ardian, ti nuk e kupton, ajo. A është e vërtetë? Përsëriti ai, më lart këtë herë. Valbona e kuptoi se nuk kishte rrugë dalje. Ajo ngriti supet, një përpjekje e fundit për të dukur indiferente. Unë vetëm u përpoqa ta bëja të ndihej e dobishme. Ajo jetonte këtu falas, ishte e drejtë që të ndihmonte me disa gjëra. Ftohtësia e përgjigjes e tronditi edhe Ardianin. Ai shikoi atë grua me të cilën ishte martuar dhe e kuptoi se kur nuk e kishte njohur vërtet. Disa gjëra, përsëriti ai, zëri duke i dridhur nga emocioni i përmbajtur. Ti ke poshtëruar nënën time. Ti ja ke kthyer jetën në ferë. Në shtëpinë time. Në çatin time. Ai u kthye te Tefta, e cila po mbështetej nga zonja Liria. Mami, më fal. Më fal që nuk e pash. Më fal që isha kaq i verbër, kaq mungesor. Më fal që e lash këtë të ndodhte. Tefta pa vuajtjen e sinqert në sytë e djalit dhe zemra i u shtrëngua. Bir, ti nuk e dije. Unë nuk tregova sepse nuk doja të shqetësoja, nuk doja të shkatëroja martesën tënde. Ardiani tundi kokën, lotët tani duke i rrjedhur edhe në fytyrën e tij. Martesën time? Ai qeshi hidhur. Çfarë martese? Unë u martova me një person që nuk ekziston. Gruaja e vërtet është kjo që torturoi nënën time dhe nuk ndjen asnjë grimcë pendese. Ai u afrua te nëna e tij dhe, me gjithë kujdesin e botës, i mbajti duart. Ju nuk do të shkoni askund. Kjo është shtëpia juaj. Gjithmonë ka qenë dhe gjithmonë do të jetë. Kush do të largohet nga këtu? Ai shikoi Valbonën me ashpërsi, është ajo. Valbona bëri një hap prapa, më në fund duke kuptuar seriozitetin e situatës. Ardian, ti nuk mund ta bësh këtë. Ne jemi të martuar. Për momentin, u përgjigj ai ftohtë. Por kjo do të ndryshojë. Mund të jesh e sigurt për këtë. Ai e ktheu vëmendjen e tij plotësisht te nëna. Mami, hyr me mua.
Do të bisedojmë. Do të zgjidhim gjithçka. Të premtoj se kur më askush nuk do të lëndoj. Kur më. Tefta shikoi djalin e saj, pa dashurinë e sinqertë në sytë e tij, pa pendesën, pa dëshirën e sinqertë për t'i rregulluar gjërat. Dhe diçka brenda saj filloi të shërohej. Zonja Liria lëshoi butësisht krahun e teftës. Shko me djalin tënd, e dashur. Por dije se dera jon është gjithmonë e hapur nëse ke nevojë. Tefta falenderoi me një tundje koke, thellësisht e prekur nga mirësia e asaj gruaje që mezi e njihte. Ardiani e ndihmoi nënën të hynte në shtëpi, duke kaluar pranë Valbonës pa e parë as në sy. Fqinjet filluan të shpërndaheshin, por bisedat do të vazhdonin për ditë të tëra për atë që kishte ndodhur atë mëngjes në shtëpinë e gjonëve. Brenda shtëpisë, Ardiani e çoi nënën në dhomën e ndenjes dhe e ndihmoi të ulej në divanin më të rehatshëm. Ai u gjunjëzua përpara saj, duke i mbajtur duart me kujdes, sikur ajo të ishte gjëja më e çmuar në botë. Më trego gjithçka përsëri, mami. Që nga fillimi. Duhet të di gjithçka. Dhe Tefta tregoi përsëri me më shumë detaje këtë herë, çdo episod mizorie, çdo fjalë mizore, çdo punë të pamundur. Ardiani dëgjonte me zemër të thyer. Çdo zbulim ishte një thik. Ai kishte punuar aq shumë për t'i dhënë një jetë të mirë nënës, për t'i shpërblyer gjithçka që ajo kishte bërë për të, dhe në fund vetëm e kishte vënë në një situatë më të keqe. Faji ishte dërmues. Por bashkë me fajin vinte vendosmëria. Ai do ta rregullonte këtë. Nuk kishte rëndësi se çfarë do të kushtonte, ai do të siguronte që nëna e tij të kishte paqen dhe dinjitetin që gjithmonë e meritonte. Valbona ishte zhdukur në dhomë. Ardiani as nuk u interesua. E dinte se do të duhej të merrej me të eventualisht, por në atë moment prioriteti i tij ishte nëna. Ai kërkoi falje her pas here, premtoi se gjithçka do të ishte ndryshe, siguroi se ajo do të ishte e sigurt. Tefta dëgjonte, ende duke procesuar gjithçka që kishte ndodhur. Ajo e kishte thyer heshtjen. Kishte gjetur zërin e saj. Dhe djali më në fund e kishte parë të vërtetën. Në javët në vijim, shumë gjëra ndryshuan në atë shtëpi në rrugën e Manjolave. Valbona u largua, duke marrë vetëm rrobat dhe objektet e saj personale. Ardiani filloi procesin e ndarjes, i vendosur të mos kishte më kurrë asnjë lidhje me atë grua. Shtëpia, më parë plot tension dhe frikë, filloi të merrte frymë përsëri. Ardiani reduktoi në mënyrë drastike udhëtimet e tij të punës, delegoi më shumë përgjegjësi në kompani, vendosi se asnjë biznes nuk vlente më shumë se të ishte i pranishëm për ata që kishin vërtet rëndësi. Tefta filloi një proces të ngadaltë shërimi. Plagët fizike u shëruan me kohën, por ato emocionale morën më shumë kohë. Kishte net me makthe, ditë trishtimit të thellë, momente kur kujtimi i poshtërimeve kthehej me forcë. Por Ardiani ishte gjithmonë aty, i duruar, i dashur, duke bërë gjithçka në fuqinë e tij për të ndihmuar nënën të rifitonte dinjitetin dhe paqen e saj shpirtërore. Zonja Liria dhe Zoti Kujtim u bën miq të afërt. Ata e vizitonin Teftën rregullisht, pinin çaj së bashku, bisedonin për jetën. Shtëpia që më parë ishte një burg u shndërrua më në fund në një shtëpi të vërtetë. Një vend ku Tefta trajtohej me respektin dhe dashurinë që gjithmonë e meritonte. Ajo filloi të buzëqeshte përsëri, ngadalë por sinqerisht. Filloi të kishte shkëlqim në sy. Filloi të jetonte, jo vetëm të mbijetonte. Muaj më vonë, në një pasdite të qetë, Tefta ishte ulur në kopshtin që e kishte kujdesur aq shumë në kushte të tmerrshme. Por tani ishte ndryshe. Tani ishte aty sepse donte, sepse i pëlqenin lulet, sepse e vlerësonte diellin e butë të pasdites. Ardiani doli nga shtëpia duke sjell 2 gota limonadë të ftohtë. Ai ul pranë nënës dhe të dy qëndruan në heshtje për një moment, vetëm duke shijuar paqen. Mami, unë kur nuk do ta fal veten plotësisht për atë që ndodhi, tha Ardiani me zë të ulët. Tefta i kapi dorën djalit. Bir, ti nuk ke nevojë ta mbash këtë faj. Ti nuk e dije. Dhe kur e more vesh, ti bëre gjën e duhur. Kjo është ajo që ka rëndësi. Ardiani shikoi nënën me sytë e përlotur. Ju jeni personi më i fortë që njoh. Pas gjithë atyre që keni kaluar, ende keni dëmshuri në zemër. Tefta buzëqeshi. Unë mësova se të mbashmëri është si të pish helm duke pritur që tjetri të vdes. Unë zgjodha të çlirohem nga kjo. Zgjodha të jetoj në paqe.
Ardiani e përqafoi nënën me kujdes, duke ndier një mirënjohje të pamas që ende e kishte aty, që kishte pasur shansin t'i rregullonte gjërat para se të ishte tepër vonë. Të dua, mami. Dhe do ta kaloj pjesën tjetër të jetës sime duke e dëshmuar këtë. Dielli filloi të perëndonte në horizont, duke pikturuar qiellin me nuanca portokalli dhe roz. Në shtëpinë elegante në rrugën e Manjolave, më në fund kishte paqe. Kishte dashuri të vërtetë. Kishte dinjitet. Tefta shikoi atë qiell të bukur dhe ndjeu, për herë të parë pas një kohe të gjatë, se ishte pikërisht aty ku duhej të ishte. Jo si një e burgosur, jo si një shërbëtore, por si një nënë e dashur, e respektuar dhe e kujdesur. Ajo i kishte mbijetuar stuhis. Dhe tani, më në fund, mund të shijonte qetësinë që vinte pas saj. Fundi i historisë të dashur dëgjues, shpresojmë se historia e nëna Teftës dhe Ardianit ju ka prekur thellësisht zemrën. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim vuajtjeje, guximi dhe shpengimi, lini një pëlqim, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju ka bërë më shumë përshtypje. Nëna Tefta na mësoi se kur nuk është vonë për të rifituar dinjitetin ton, se heshtja mund të mbrojë ata që duam, por gjithashtu mund të na shkatërrojë, dhe se e vërteta, sado e dhimbshme të jetë, gjithmonë duhet të thuhet. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që tregojnë luftrat e padukshme me të cilat përballen kaq shumë njerëz në heshtje. Nëse njihni dikë që po kalon një situatë të vështirë, bëhuni zëri që e inkurajon atë person të kërkojë ndihmë. Bëhuni zonja liria në jetën e dikujt. Ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër histori që do të luajë me emocionet tuaja dhe do t'ju bëjë të reflektoni për atë që ka vërtet rëndësi në jetë.